Çdo vit, miliona njerëz në të gjithë botën diagnostikohen me diabet tip 2, por shumica prej tyre nuk e dinë që trupi i tyre ka dhënë sinjale paralajmëruese për vite me radhë. Këto sinjale quhen prediabet, një gjendje ku nivelet e sheqerit në gjak janë më të larta se normalja, por jo aq të larta sa të konsiderohen diabeti plot. Lajmi i mirë është që prediabeti mund të kthehet mbrapsht nëse identifikohet në kohë dhe merren masat e duhura. Kjo do të thotë që edhe pse pankreasi prodhon insulin, qelizat nuk mund ta përdorin atë në mënyrë efektive. Si rezultat, sheqeri fillon të grumbullohet në gjak. Nivelet normale të glukozës në gjak në agjerim janë nën 100 mg për decilitër. Në prediabet, këto nivele bien midis 100 dhe 125 mg për decilitër. Kur kalojnë 126 mg për decilitër, diagnoza bëhet diabet tip 2. Shenja e parë, etja e tepruar dhe urinimi i shpeshtë. Shenja e parë që shumë njerëz shqetësohen është rritja e papritur e etjes dhe nevoja për të urinuar më shpesh se zakonisht. Por pse ndodh kjo? Kur nivelet e sheqerit në gjak janë të larta, veshkat punojnë me intensitet të shtuar për të filtruar dhe thjethur sheqerin e tepërt. Kur veshkat nuk mund të mbajnë hapin, sheqeri i tepërt hidhet në urinë duke tërhequr lëngje nga indet. Kjo çon në urinim më të shpeshtë, që më pas shkakton dehidratim dhe etje të shtuar. Nëse dikush gjen veten duke u zgjuar disa herë gjatë natës për të shkuar në banjo ose duke pirë sasi të pazakonta ujë gjatë ditës, kjo mund të jetë një sinjal paralajmërues. Është veçanërisht shqetësuese kur kjo ndodh pa një arsye të qartë, si stërvitje intensive ose motin nxehtë. Shenja 2. Lodhja dhe mungesa e energjisë. Një tjetër shenjë e zakonshme e prediabetit është lodhja kronike që nuk zhduket me pushim. Kjo lodhje nuk është thjesht të qenit i lodhur pas një dite të gjatë pune. Është një mungesë e thellë energjie që ndikon në aftësinë për të kryer aktivitete të përditshme. Shkaku qëndron në mënyrën se si trupi përpunon energjinë. Kur qelizat bëhen rezistente ndaj insulinës, ato nuk mund të marrin mjaftueshëm glukozë për të prodhuar energji. Shenja 3. Uri e shtuar edhe pas ngrënjes. Ndjenja e urisë së vazhdueshme, edhe pas një vakti të plot, është një tjetër shenjë klasike e prediabetit. Kjo gjendje quhet polifagji në termat mjekësor. Por çfarë po ndodh në realitet? Kur qelizat nuk mund të përdorin glukozën në gjak për shkak të rezistencës ndaj insulinës, truri merr sinjale se trupi ka nevojë për më shumë lëndë ushqyese. Edhe pse dikush mund të ketë ngrënë një vakt të plot, qelizat e tij akoma janë të uritura sepse nuk mund të aksesojnë energjinë e nevojshme. Kjo krijon një cikël vicioz. Sa më shumë që njeriu ha, veçanërisht ushqime të pasura me karbohidrate, aq më të larta bëhen nivelet e sheqerit në gjak dhe aq më e madhe bëhet rezistenca ndaj insulinës. Shumë persona gjen veten duke kërkuar ëmbëlsira ose ushqime me karbohidrate të shpejta brenda 1 ore ose 2 pas një vakti kryesor. Shenja 4. Shikimi i paqartë. Ndryshimet në shikim mund të jenë një shenjë e hershme dhe shqetësuese e prediabetit. Nivelet e luhatura të sheqerit në gjak mund të shkaktojnë ndryshime në formën e syrit, veçanërisht në lent. Kur nivelet e glukozës janë të larta, lëngu mund të tërhiqet nga lentja e syrit, duke ndikuar në aftësinë e saj për të fokusuar. Kjo mund të rezultojë në shikim i paqartë që vjen dhe shkon, veçanërisht pas vakteve, kur nivelet e sheqerit rriten. Disa njerëz vërejnë se ka nevojë të ndryshojnë recetat e tyre të syze më shpesh se zakonisht, ose që shikimi i tyre luhatet gjatë ditës. Nëse kjo shenjë injorohet dhe prediabeti zhvillohet në diabet, mund të shkaktojë probleme më serioze të shikimit, duke përfshirë retinopatinë diabetike, që është një nga shkaqet kryesore të verbërisë të të rriturit. Shenja 5. Plagët që nuk shërohen shpejt. Kur dikush vëren që prerjet, gërvishtjet ose plagët e tjera të vogla po kërkojnë shumë më tepër kohë për të shëruar se zakonisht, kjo mund të jetë një sinjal i prediabetit. Nivelet e larta të sheqerit në gjak ndikojnë në procesin e shërimit në disa mënyra. Së pari, sheqeri i tepërt në gjak mund të dëmtojë enët e gjakut, duke reduktuar qarkullimin dhe duke kufizuar sasinë e oksigjenit dhe lëndëve ushqyese që arrin në zonën e plaguar. Së dyti, nivelet e larta të glukozës mund të dobësojnë sistemin imunitar, duke e bërë më të vështirë për trupin të luftojë infeksionet. Kjo është arsyeja pse njerëzit me prediabet ose diabet
janë më të prirur ndaj infeksioneve, dhe pse edhe plagët e vogla mund të komplikohen. Nëse dikush vëren që një gërvishtje thjesht po merr javë për të mbyllur, ose që ka zhvilluar infeksione të shpeshta të lëkurës, duhet të konsiderojë mundësinë e prediabetit. Shenja 6. Njolla të errta në lëkurë. Një shenjë vizuale e veçantë për diabetit është shfaqja e zonave të errta, kadifeje në lëkurë, një gjendje e njohur si akanthozis nigricans. Këto njolla zakonisht shfaqen në zonat ku lëkura palothet, si qafa, nën sqetulla, në bërrylla ose në zonat e gjunjve dhe bërryllat. Lëkura në këto zona mund të duket e errët, e trash dhe të ketë një ndjenjë kadifeje në prekje. Kjo gjendje është rezultati drejt për drejt i rezistencës ndaj insulinës. Nivelet e larta të insulinës në gjak mund të stimulojnë rritjen e qelizave të lëkurës dhe melaninën, duke shkaktuar këto ndryshime në ngjyrë dhe teksturë. Megjithse akanthozis nigricans mund të shkaktohet nga faktorë të tjerë, kur shfaqet në bashkësi me shenja të tjera, është një tregues i fortë i rezistencës ndaj insulinës dhe prediabetit. Është e rëndësishme të theksohet se kjo nuk është një çështje higjienike. Larja më e shpeshtë nuk do ta largoj. Shenja 7. Mbirje dhe therrje në duar dhe këmbë. Neuropatia periferike ose dëmtimi i nervave mund të fillojë edhe në fazat e hershme të prediabetit. Kjo manifestohet zakonisht si mbirje, therrje ose humbje e ndjesisë në duar dhe këmbë. Shumë njerëz e përshkruajnë ndjenjën si karfica dhe gjilpëra ose sikur po ecin mbi pambuk. Nivelet e larta të sheqerit në gjak për periudha të zgjatura mund të dëmtojnë enët e vogla të gjakut që ushqejnë nervat, veçanërisht në ekstremitetet. Pa qarkullim të mjaftueshëm të gjakut dhe oksigjenit, nervat fillojnë të funksionojnë keq. Kjo zakonisht fillon në këmbë dhe gradualisht lëviz lart, duke ndjekur një model të quajtur shpërndarja në dorza dhe çorape. Në fillim, simptomat mund të jenë të lehta dhe të ndodhin vetëm rastësisht, por me kalimin e kohës mund të bëhen më të shpeshta dhe intensive. Nëse injorohen, këto dëmtime nervore mund të bëhen të përhershme. Shenja 8. Ndryshime në peshë pa arsye. Shenja e fundit, por po aq e rëndësishme, është ndryshimi i papritur i peshës. Mund të jetë shtim ose humbje peshe pa ndryshime të qarta në dietë ose aktivitet fizik. Rezistenca ndaj insulinës shpesh shoqërohet me shtim të peshës, veçanërisht rreth barkut, sepse insulina e lartë në gjak promovon ruajtjen e yndyrës. Trupi që nuk mund të përdor glukozën në mënyrë efektive është më i prirur ta konvertojë atë në yndyrë. Nga ana tjetër, disa njerëz mund të përjetojnë humbje të papritur peshe. Kjo ndodh kur trupi, duke mos qenë në gjendje të përdor glukozën për energji, fillon të thyejë muskujt dhe yngjyrën e ruajtur. Kjo është veçanërisht shqetësuese nëse ndodh bashkë me uri të shtuar. Njeriu mund të hajë më shumë, por prap të humbë peshë. Çdo ndryshim i konsiderueshëm i peshës, më shumë se 5% e peshës së trupit, që ndodh pa një arsye të qartë brenda disa muajve, meriton vëmendje mjekësore. Këto përfshin adoptimin e një diete të balancuar me karbohidrate komplekse, fibra të larta dhe proteina të dobta. Angazhimin në aktivitet fizik të rregullt, edhe 30 minuta ecje të shpejtë në ditë mund të përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Humbje modeste peshe. Madje, edhe humbja e 5 deri në 7% e peshës së trupit mund të reduktojë ndjeshëm rrezikun e zhvillimit të diabetit. Menaxhimi i stresit dhe gjumi i mjaftueshëm, të cilët luajnë role kyçe në rregullimin e sheqerit në gjak.